Kuptova. Do më falësh pak, se ne kemi lënë për të folur 2 mite, por dje më duket ndarë ka par dje më duket, më ka dalë një video dhe dua ta shpjegoj pak, nëse mundem. Po, bëhet fjalë për një mit të radhës, mit të tretë apo jo? Të tretë. Po, po e thyem me që është emisioni i parë, po e thyem çik tretë. Pash një trajner personal i cili është në zonat tona të shqiptarisë, që thot sa më shumë të djersisni, aq më shumë diqni i ndyrë. Madje i rekomandon të njerëzve që të fusin elemente dhe çorape të presuara apo rroba të presuara për të djersitur sa më shumë. Kush është e vërteta? Njerëz të dashur, dhe kushdo që janë këta trajnerët personal, duhet kuptojmë që djersa është një mekanizëm termorregullues për trupin tonë. Është një freskues për trupin tonë. Nuk shkrin dhjami. Djegja e ndyrës nuk ndodh nga djersa. Ndodh në mitokondrit tona, njerëz të nderuar. Është vetëm aktiviteti fizik që e bën një gjë të tillë. Djersa është ndërtuar nga ujë dhe nga kriprat minerale. Pra nga elektrolitet, që do të thotë 90.1% është ujë dhe 0.9% është minerale, është elektrolite. Vetë klinika, pra Mayo Clinic, e thekson shumë qartë. Humbja e shpejtë e peshës nëpërmjet stërvitjes, saunës dhe eliminimit të djersës rikthehet më njëherë më pas. Në 1 litër djersë ne kemi humbur 1 kilogram pesh, thonë ata, por kemi humbur 0 kilogram dhjam. Sepse ajo do ta merret prapë se ne jemi dehidratuar. Trupi jon ka rreth 4 milion gjëndra djersë. Dhe asnjëra deri tani nuk është vërtetuar që shërben për të dizenjuar nxjerrjen e dhjamit jashtë. Asnjëra. Kur nuk është dizenjuar askush dhe nuk është parë nga ato 4 milion gjëndra, nuk mundet të dali. Argumentet që thuhet që të dali djersa nuk janë të vërteta. Tani nga ana tjetër, kur trupi nxehet, gjëndrat e djersës sekretojnë ujë. Ky ujë avullon për të ulur temperaturën tonë për të na ruajtur. Pra djersa është një sistem ftofje tek ne, jo një proces metabolik që ndodh për të hequr dhjamin. Prandaj ne duhet ta themi që kjo është një iluzion. Edhe te sauna ku humbim 1 kilogram, 2 kilogram, kemi humbur ujë, nuk kemi humbur i ndyrën. Në studimet që është parë që humbja e kësaj djersës nuk ndodh. Prandaj rreziku i këtyre veshjeve plastike, qeseve të saunave apo për topsim që ne duam të djersitemi, ne më shumë bëjmë dehidratim, bëjmë çrregullim elektrolit, bëjmë një lodhje të trupit, bëjmë madje mund të ndodhi që ne mund të kemi edhe probleme të kolapsit. Prandaj ne nuk duhet të mashtrohemi. Tani, si del djersa ose si digjet ndyra, do thotë shkon në fakt, ku shkon ndyra që digjet në trup? Ne për stërvitje digjet ndyra. Pse? Është shumë e qartë. Qelizat yndyrore lirojnë nivelet e triglicerideve. Ato shpërbëhen acidë yndyrore dhe në glicerinë, në 2 rrugë. Acidet yndyrore përdoren nga muskujt. Dhe normalisht e kam punën në mitokondri, ndërsa glicerina futen në metabolizmin tonë duke u shtruar në glukozë. Dhe produkti final i gjithë saj që ne humbim dhjamin, kthehet në dioksid karboni. Ky dioksid karboni nga del nga frymarrja, nga mushkëria. 84% e dobësimit ton njerëz ndodh nga mushkëria, nga frymarrja, nga dioksidi karbonit nëpërmjet këtij procesi që u thash. Dhe vetëm 15% ndodh nga, po jo nga djersa, ndodh nëpërmjet urinës, nëpërmjet frymarrjes, lagështirës të avullit që ne nxjerrim dhe nëpërmjet lotit dhe djersës. Kur është bërë një studim në 2014, është parë që vetëm 1% tek Gazeta Britanike e Medicinës, vetëm 1% e djersës humb nivelin e dhjamit. Pra në 10 kg ne humbim vetëm 100 gram. Prandaj trupi nuk nxjerr dhjamin nëpërmjet, kjo është një mit. Po. Pra këto ishin 3 mitet e kësaj të mërkure, na ndiqni çdo të mërkur për mitet e radhës që hedhin poshtë disa të vërteta apo jo që i kemi marrë si bazë. Për shembull ajo e kërcitjes së duar më bëri përshtypje se mbaj mend që e vogël kur më thoshin që mos i kërcit duart se të driten duart pastaj mos i kërcit gishtat se të driten duart kur të rritesh. Kështu që qen ka kot. Ja kemi hequr këtë kënaqësi vetes sepse është pak antistres.